Një kompleks i ri turistik me emrin domethënës Holiday, sapo ka ngritur siparin dhe shfaqur si një mrekulli në Klos të Mallakastrës, midis dy vendbanimeve të lashta historike, Bylis dhe Nikaja. Kompleksi turistik Holiday fton si mysafir gjithkënd që do të dëshironte të kënaqej në natyrën e mrekullueshme të Krahinës e të vet Klosit, por të merrte kënaqësinë breslënse nga të gjitha anekset e tij. Pa vështroni këto dy salla shërbimi, bar dhe restorant. Në to do të gjeni birën e freskët hollandeze, si dhe çdo pije tjetër që do të donte zemra. Ndërsa salla e restorantit me kapacitet për afro 100 vende ju ofron gatimet më të përsosura të kuzhinës tradicionale, mallakastriote e bashkohore europiane. Nga rezervati i ngritur brenda kompleksit, ju do të keni mundësinë të shijoni lloje të ndryshëm peshqish, duke filluar me troftën. Në dispozicionin tuaj për shlodhje e argëtim është një pishinë e një bukurie të rrallë. Kjo fush mini futbollit dhe shatërvani me një befasi ngjyra ashtu ylberta, ndërsa për vogëlushët që do të vinë këtu me prindrit apo me të afërmit e tyre, ja ku janë këto lodra në një mjedis prallor. E jani në Klos, mos nguroni të jeni bujtës në kompleksin Holiday. Në çdo kohë jeni të mirëpritur. Adresa Klos Mallakastër. Telefon 069 28 53 197 dhe 069 28 53 198.